Përshëndetje të dashur miq dhe mikesha, mirë se erdhët përsëri në kanalin tim, në kanal ku mësoj orpaqipsi në kushtet e shtëpisë. Sot do të shikojmë se si bëhet ky fundi veref. E kemi parë dhe një herë më përpara, më falni. Atëherë, tani se pushoj dhe alarmi. Po thoja, kisha parë tek një video më përpara që kisha thonë si të presim një fund veref të parregullt, kurse ky siç e shikoni nga forma është i rregullt. Tani unë do t'ju shpjegoj me anë të patronit, pra me anë të kallëpit dhe me anë të formulës se si ta presim këtë lloj fundi ose fustani, sepse po më ndishtom edhe trupin dhe bëhet fustan. Në rregull, ky që shikoni këtu është për vajzën time dhe do t'ja tregoj hapasap se si mund ta bëjmë. Tani le të hidhemi te drasa ta shikojmë. Atëherë jemi këtu te drasa për të parë se si bëhet patroni. Në Shqip e themi fund veref, total, sepse ka dhe gjysëm veref, jo komplet domethënë. Dhe ka një të katët e kështu me radhë, por ne do bëjmë këtë që është total, që edhe kur rrotullohet fëmia, do t'i japet të gjithë si balerinë. Atëherë çfarë na nevojitet për të bërë atë lloj fundi që pam në fillim? Na nevojitet masa e belit dhe gjatësia. Masa e belit. Për shembull, kemi një bel që është 65 cm, do ta pjesëtoj me 6.28. Dhe na del 10 cm. Gjatësia ta lëm 40 cm. Domethënë këto janë si shembull, vetëm sa të kuptojmë si bëhet formula, si aplikohet. Tani le të hidhemi këtu tek patroni ose tek kallëpi. Atëherë, unë dhe njerë thash kemi masën 10, do aplikoj masën 10 me anë të kësaj formule dhe gjatësinë 40 cm. Atëherë, në fillim bëj këtë vizën këtu dhe këtë vizën këtu. Pastaj, çfarë bëj? Duke u nisur nga këtu deri këtu, shënoj 10, nga këtu deri këtu 10, nga këtu deri këtu 10 cm. Pra këtu ku janë këto të zeza, është 10 cm. Edhe një herë do ndaloj sepse mos e bëni edhe ju 10 cm, ju do shikoni masat tuaja. Unë thjesht ju tregova formulën si ta bëni. Pra, nga këtu deri këtu siç e shikoni është 10. Pra, duke u nisur gjithmonë nga kjo pika këtu. 10, 10, 10, 10 dhe formojmë këtë rreth gjysmë rrethin këtu dhe bashkojmë dhe ky do jetë beli jon. Pastaj për të aplikuar 40 cm, nisemi prap nga këtu tani, sepse këtu nuk e kemi mos do ta presim. Pra nisemi nga pjesa këtu deri këtu 40 cm. Nga pjesa këtu deri këtu 40 cm. Se nuk duhet të jenë ato. Nga këtu deri këtu 40 cm. Nga këtu deri këtu 40 cm, nga këtu deri këtu 40 cm, nga këtu deri këtu, nga këtu. Dhe shënojmë. E bashkojmë. E presim, pra kjo pjesa këtu nuk ekziston më. Se kemi prerë këtu. Edhe këtë tjetër ne presim këtu, pra ky simboli në orpaqipsi do të thonë që duhet prerë. Edhe vazhdojmë dhe e presim. Na del ky patroni, do thonë na do na dali një minutë. Më fali. Pra tani kjo pjesa nuk do jetë më, do jetë vetëm ky patroni këtu. Pra vetëm ky patroni këtu. Më falni një minutë, të marrë fshesën, unë ato më falni një fshirësën. Pra, kështu do ta kemi patroni. Sepse do ta kemi prerë pastaj atë. Kështu, edhe marrim tani për shembull, por në qoftë ta kishim flet, e marrim dhe vëm tek copa që ta presim. Kështu ka dalë ajo modeli që kam bërë te copa. Në rregull. Ja dhe ky është fundi i përfunduar. Se që pa që parë ishin nga këtu deri këtu, i shtova dhe këtë palën me flutura, me rrudha, si që është këtu, sepse është shkurtër për vajzën time. Tani, kjo është totale, pra ka që madhe është kur është totale. Këtu, do t'i vëj lastik, sepse kur të vi vajza nga shkolla, sepse kam në shkollë, të shikoj se sa lastik dhe sa duhet ta shtrëngoj, pra do bëhet me rrudha, se të futet lastiku. Se si e pret më fundi veref, ju e keni të një kanal të një video tjetër, më falni. Aty mund ta shikoni se si pret. Sot morët mënyrën se si bëhet patroni ose kallëpi. Në qoftë se keni ndonjë vështirësi në bërjen e këtij fundi, mund të lëni te komente dhe ju asnjëheroj. Faleminderit dhe mori dëgjofshim.